ishte ky studimi për realitetin shqiptar? Si do të dilte në fund? Shumë i bukur do të ishte të ta marrë nga ana personale. Punën e parë time e kam pasur shumë të mirë me një rrogë që i tha shefes Tino, jo, amon, të keqin, nuk e dua këtë rrogë, nuk e pranoj dot. Se nuk isha jaftë për atë pagë. Po jo, tha, unë të vlerësoj për gjërat që ke. Puna tjetër ka qenë me një shef psikopat, i cili nuk fliste me regjizorin, me gazetarët, filloj të mos fliste me regjizorin, gazetarët, prezantuesin e emisionit, në fund e mbylli me kameramanen. Imagjino çfarë niveli i frikshëm mendor. Çfarë ambienti toksik krijon tek stafi. Në një piramidë me zotrin dhe po të filloj të flas pak më shumë, ai do e gjej se kush është. Pastaj puna tjetër ka qenë pasigurime, e tmerrshme. Pasigurime. Do të thënë, po pagesa që kishte te ky ambienti, pra përveç ambientit toksik. Pagesa te ky ambienti ishte shumë i mirë. Ishte shumë i mirë. Pra je në këtë realitetin që merr një pagë të mirë, po detyrohesh të rish për shkak të pagës, pavarësisht se kushtet s'kan. Bëra një lëvizje brenda institucionit, u rrit paga. Pastaj e hëngra veten time me dhëmb 2 vjet, sepse desha të rria brenda logos së televizionit, po nuk desha të rria në atë punë dhe mezi e bëja dhe shkatroja veten time për ta mbajtur për me mos dal nga tregu i televizionit. Ndërkohë ndrova ambient, shkova në një emision tjetër, brenda institucionit, dhe kishte një frym shumë të bukur, solidariteti, pune, nervi. Paga si ishte? Ndryshoi prap paga, u bë më vlerësuese për situatën, pra brenda të njëjtit institucion, në 2-3 emisione të ndryshme, lëvizte paga. Kjo ishte shumë e pëlqyeshme. Me gjithë bipolaritetin kartezian që na karakterizon në raste të caktuara mediatike. Pastaj shkova në një punë që nuk më paguanin sigurimet, po paga ishte pak. Pra kishte edhe pak, edhe s'u paguanin sigurimet. Aty bipolariteti i njerëzve të medias ishte ekstrem shumë keq, megjithse kishin cilësi shumë të mirë pune. Pastaj shkova te një pronar mediash që kur ika nga ai i lash edhe Zotin edhe Amerikën. Doti që Amerika e zuri e para, veproi më shpejt se Zoti. Më hoqi çfarë rrugtimi ka patur. E mbylli kot emisionin, s'kishte asnjë arsye për ta mbyllur. Kishte probleme me vetbesimin, e të tjera. Pastaj shkova në një vend tjetër ku është një logo shumë e madhe, e cila është shumë e hapërdar, ka shenjë të mirë komunikimi në grup, po kishte probleme me pagën dhe me sigurimet. Kështu që nuk mund ta pranoja në këtë stad jetës që kisha arritur, me familje dhe me një fëmijë, ta merrja pagën e muajit, çfarë jemi ne, qershor, po zem qershor, ta merrja pagën e muajit qershor, në qershor të merrja pagën e muajit dhjetor. Me vonesa, siç janë problemet të mediave. Jo, po është e frikshme. Nuk mund të jetë më kështu. Familjare dhe për nuk mund të jetë, nuk duhet të jetë. E njoh mirë ambientin mediatik, kështu që e di shumë mirë. Jo, mund ta marrësh qershorin ti, domethënë në qershor të marrësh dhjetorin dhe ti nuk më paguan as sigurinë. Ta marrësh njerëz. Ta marrësh, ku diun, kur ti teket. Pastaj vetëm ambienti mediatik me këto problematika. Jo, po flas për përgjithësi. Pastaj erdha këtu dhe jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur. Dhe imagjinoj që vjen këtu e të bëjnë dhe kafe ngati. Mokador. E ke mokadorin aty, mund ta marrësh. Ta marrë. Faleminderit. Mirë. Kjo është rëndësishme. Prandaj u pëlqej ky emision, se jemi shumë spontan. A di do kafe? Jo, nuk do kafe, po me këtë reklam që bëri Eliani, do kemi një diskutim pas emisionit. Kafja ime është e juaj, nëse e doni. Presin tjetër. Ladies first. Ja pra, këtë desha të shikoj gentilecën tënde. Ladies first. Ajo do thotë që nuk e dua, kështu që e marr unë prapë. Jo, e dua. I dëgjoj pak më herët këto. Gjithsesi Mokador ti jep një armiqtë e jetës tonë në përditshmërinë tonë janë ato që të dije, pra stresi dhe pasiguria, paniku. Patjetër, po puna pra prandaj shumë njerëz detyrohen që të qëndrojnë ato midis punës. Janë këta njerëz që na shkaktojnë panik, pra pasigurinë punë. Ato që thotë Eliani, unë kam një histori tjetër, e kam më të shëndetshme, po. Jepi. Po Eliani është pak kritik në ato që nuk jam kritik, jam realist. Realist, i thotë gjërat ashtu. Do të ndryshoj ky terren, se është bërë shumë i lodhshëm dhe i mërzitshëm. Është bërë stresant. Po sigurisht, për të shkuar me qef në punë janë disa faktorë. Aty te puna që na presin, që tek marrëdhënia me kolegët, ambienti që ke, paga, sigurimet, gjitha këto që tha Aliani, marrëdhënia që ke me prorin, janë shumë të domosdoshme. Ti shkon në shtëpi e merr stresin me vete.
Pavarësisht thua, sa herë kam dëgjuar shumë njerëz që thonë që o ta lë fare këtë punë se kam shumë stres, shumë ngarkesë, shumë mjedis toksik, po çfarë ti bëja se pagë, se më duhet të paguaj ato faturat në fund të muajit. Nuk e rregullojmë dot këtë punë.